ndonjëherë jeta të vendos përpara provave që duken të pamundura, por pikërisht në ato momente zbulohet se sa të fortë jemi në të vërtetë. Historia që do të dëgjoni sot është një nga ato që të lë pa fjalë, që të bën të besosh në fuqinë e mirësisë njerëzore dhe në mrekullitë e fatit. Por para se të filloj, dua t'ju pyes, a besoni ju në raste të tilla? A mendoni se një veprim i vogël mund të ndryshojë jetën e dikujt përgjithmonë? Shkruajeni në komente çfarë mendoni. Tregoni nëse keni përjetuar ndonjëherë diçka të ngjashme, ose nëse besoni se fati na bashkon me njerëzit e duhur në momentin e duhur. Dhe ju lutem, mbështeteni këtë video me komentet tuaja, sepse çdo histori e mirë meriton të dëgjohet dhe të përhapet. Le të fillojmë. Ishte një mbrëmje vjeshte e vitit 2015 në një qytet të vogël në brigjet e Adriatikut. Qielli ishte mbuluar me re të zeza që premtonin një stuhi të fuqishme, dhe era e ftohtë që vinte nga deti e bënte ajrin pothuajse të padurueshëm. Shi i rrëmbyeshëm kishte filluar të binte me forcë, duke e kthyer rrugën kryesore të qytetit në një lumë të vogël që rrëshqishte nëpër trotuare. Dyqanet po mbyllnin dyert me nxitim, njerëzit po vraponte drejt shtëpive të tyre, dhe gjithçka po zhyste në një errësirë të hershme që e bënte mbrëmjen të dukej si natë thellë. Në këtë kaos, në një cep të rrugës pra një stacioni të vjetër autobuzësh që pothuajse nuk përdorej më, rrinte një grua e re. Ajo mbante në krah një foshnjë të vogël, të mbështjellë në një batanie të hollë, që tashmë ishte lagur plotësisht nga shiu. Gruaja dridhej nga i ftohti, flokët e saj të zi ishin ngjitur në fytyrë dhe sytë e saj të kaltër, të mbushur me frikë dhe pa shpresë, shikonin rrethe për qark sikur po kërkonte shpëtim. Ajo fliste një gjuhë që askush nuk e kuptonte në atë vend. Ishte austriake, e larguar nga shtëpia e saj, e humbur në një vend të huaj, pa para, pa njohje, pa asnjë mjet për t'u mbrojtur nga stuhia që po vinte. Thoshnja në krahët e saj po qante me një zë të dobët, të lodhur, që shprehte jo vetëm uri apo të ftohtë, por edhe një shqetësim të thellë që fëmijët e vegjël e ndjejnë kur ndjejnë pasigurinë e nënës së tyre. Gruaja po mundohej ta qetësonte, duke e tundur butë, duke i kënduar me zë të dridhueshëm një ninull në gjuhën e saj, por lotët që rrëshqisnin në përfaqet e saj tregonin se ajo vet ishte në kufit e dorëzimit. Kishte orë që rrinte atje, duke pritur një autobus që nuk do të vinte më, duke shpresuar se dikush do ta ndihmonte, por të gjithë kalonin krahas saj pa e parë, ose duke e parë, por duke zgjedhur të mos ndalojnë. Ishte në këtë moment që Luan Kadriu po kthehej nga puna. Luan ishte një burr në të 40-tat e tij, me fytyrë të thjeshtë dhe duar të fortifikuara nga puna e rëndë. Ai punonte si ndërtues dhe çdo ditë e tij ishte e mbushur me punë fizike, me djers dhe lodhje, por pavarësisht vështirësive të jetës së tij, Luan kishte diçka që e bënte të veçantë, një zemër të madhe dhe një ndjenjë të thellë përgjegjësie ndaj të tjerëve. Ai ishte rritur në një fshat të vogël në malet e Shqipërisë, ku valera tradicionale të mirëpritjes dhe ndihmës ndaj të huajt ishin thithur si ajri që merrte frymë çdo ditë. Kur Luan po kalonte me makinën e tij të vjetër përgjatë rrugës, vështrimi i tij ra mbi atë figurë të vogël, të vetmuar, të dridhur nga shiu. Në fillim mendoi se ishte vetëm një kalimtar që po priste autobusin, por pastaj vuri re foshnjën në krahët e gruas dhe zemra e tij u shtrëngua. Ai e kuptoi menjëherë se diçka nuk shkonte. Ndaloi makinën në anë të rrugës, ndezi sinjalet e emergjencës dhe zbriti në shi pa menduar dy herë. "A jeni mirë?" pyeti Luan në shqip, duke u afruar me kujdes, duke mos dashur ta friksonte gruan. Gruaja e ktheu kokën me shpejtësi, sytë e saj plot frikë dhe pasiguri. Ajo nuk e kuptoi fjalën, por toni i zërit të Luanit ishte i butë, i interesuar. Ajo tundi kokën, duke tentuar të flasë, por fjalët që dolën ishin në gjermanisht, një gjuhë që Luan nuk e fliste fare. "Ich verstehe nicht, bitte helfen Sie uns", tha gruaja me zë të dridhueshëm. Luan nuk kuptoi fjalët, por nuk kishte nevojë. Gjuha e trupit të gruas, lotët që rrëshqisnin në përfaqet e saj të ftohta, dridhja e foshnjës që po qante në krahët e saj, të gjitha flisnin më shumë se çdo fjalë. Luan u ul pranë saj, duke përdorur gjeste dhe buzëqeshje të lehta për të treguar se donte të ndihmonte. "Hajde", tha ai, duke treguar drejt makinës së tij, dhe pastaj duke bërë gjeste që simulonin ngrohjen dhe strehimin.
Gruaja e shikoi me dyshim në fillim. Ajo ishte e huaj në atë vend, e vetme, e pambrojtur. Si mund të besonte një të huaj, veçanërisht një burr që nuk njihte? Por kur shikoi përsëri në fytyrën e Luanit, pa diçka që e qetësoi, një sinqeritet të thellë, një mirësi që nuk mund të fshihej. Dhe pastaj, kur shikoi poshtë në foshnjën e saj që po dridhej nga i ftohti, e kuptoi se nuk kishte zgjedhje tjetër. Nëse nuk pranonte ndihmë tani, ajo dhe vajza e saj mund të vdisnin atje, në atë rrugë të ftohtë dhe të lagur. Me duar të dridhura, ajo u ngrit dhe e ndoqi Luanin drejt makinës. Ai hapi derën e pasme duke e ndihmuar të hipte brenda, dhe pastaj mori një batanie të vjetër që kishte në bagazh dhe ja dha asaj. "Mbështilleni," tha ai, duke bërë gjeste. "Do të jeni mirë." Gruaja e mbështilli foshnjën më mirë dhe për herë të parë në atë ditë ndjeu një pikë shprese. Luan u ul në sedilën e shoferit, ndezi ngrohjen në maksimum dhe filloi të voziste me kujdes nëpër rrugët e shplara nga shiu. Ai nuk e pyeti se ku po shkonte, sepse e dinte se ajo nuk kishte ku të shkonte. E dëgjoi duke folur me veten në gjermanisht, duke u munduar të qetësonte foshnjën dhe e kuptoi se ajo ishte në një gjendje dëshpërimi. Pas disa minutash, Luana rripi në shtëpinë e tij, një apartament modest në një pallat të vjetër në periferi të qytetit. Ai jetonte vetëm. Gruaja e tij kishte vdekur disa vite më parë dhe fëmijët e tij kishin emigruar jashtë vendit për një jetë më të mirë. Shtëpia ishte e thjeshtë, por e pastër dhe e ngrohtë. "Hajdeni," tha Luani, duke e ndihmuar gruan të zbriste nga makina dhe të hynte në hyrje. Brenda, nxehtësia e shtëpisë ishte si një përqafim pas orësh të ftohtësisë. Gruaja e ndjeu se gjymtyrët e saj po kridheshin ngadalë dhe për herë të parë që nga mëngjezi ndjeu se mund të merrte frym lirshëm. Luan u ul në sedilën e shoferit, ndezi ngrohjen në maksimum dhe filloi të voziste me kujdes nëpër rrugët e shplara nga shiu. Ai nuk e pyeti se ku po shkonte, sepse e dinte se ajo nuk kishte ku të shkonte. E dëgjoi duke folur me veten në gjermanisht, duke u munduar të qetësonte foshnjën dhe e kuptoi se ajo ishte në një gjendje dëshpërimi. Pas disa minutash, Luana rriti në shtëpinë e tij, një apartament modest në një pallat të vjetër në periferi të qytetit. Ai jetonte vetëm. Gruaja e tij kishte vdekur disa vite më parë dhe fëmijët e tij kishin emigruar jashtë vendit për një jetë më të mirë. Shtëpia ishte e thjeshtë, por e pastër dhe e ngrohtë. Gruaja tundi kokën me mirënjohje, e Luani shkoi në kuzhinë. Ai nuk ishte shumë, disa patate, pak perime, pak bukë dhe djath, por për të ishte mjaftueshëm për të ndarë. Ai filloi të gatuante me shpejtësi dhe kujdes, duke përpiluar një vakt të thjeshtë por ushqyes. Ndërkohë, gruaja po shikonte përreth me kujdes. Shtëpia e Luanit ishte e varfër, por kishte një ndjenjë shtëpie në të. Foto të vjetra familjare në mur, një qilimit të i dukshëm nga përdorimi, çanta të punës të grumbulluara në një cep. Ajo e kuptoi se burri që i kishte shpëtuar nuk ishte i pasur, por kishte zgjedhur ta ndihmonte pavarësisht kësaj. Kur Luan u kthye me pjatë të nxehta ushqimi, ajo nuk arriti të mbajë më lotët. Ajo e shikoi në sy dhe tha me zë të fyeshëm: "Danke, danke." Luan nuk kishte nevojë të kuptonte fjalët për të kuptuar falenderimin e thellë që ato përmbante. Ajo natë ishte e gjatë dhe e mbushur me heshtje të çuditshme. Gruaja austriake hëngri ngadalë me kujdes, sikur çdo kafshate ishte një dhuratë e çmuar që nuk donte ta shpërdoronte. Foshnja kishte pushuar si qari dhe tani flinte paqësisht në krahët e saj, e mbështjell në një batanie të ngrohtë që Luani kishte gjetur nga një dollap i vjetër. Shiu vazhdonte të rrahte fort xhamat e dritares, por brenda asaj shtëpie modeste kishte një atmosferë sigurie që asnjëra prej tyre nuk e kishte ndjerë prej kohësh. Luan rrinte ulur në një karrige pranë tavolinës, duke vëzhguar me diskretësi. Ai nuk donte ta shqetësonte, por ndjente një kuriozitet të natyrshëm. Kush ishte kjo grua? Si kishte përfunduar në rrugët e atij qyteti të vogël, në mes të një stuhie, pa asnjë ndihmë? Por ai nuk pyeti. Dinte se pyetjet mund të prisnin. E rëndësishme ishte se ajo ishte e sigurt, e ushqyer dhe e ngrohtë. Gruaja i ngriti kokën dhe e shikoi Luanin në sy. Për një moment, ajo deshi të fliste, të shpjegonte,
por fjalët nuk dukeshin të njaftueshme. Si mund të shpjegonte në një gjuhë të huaj gjithçka që kishte kaluar? Si mund t'i tregonte për ëndrrën e saj për një jetë më të mirë, për gabimin tragjik që e kishte sjell atje, për frikën që e kishte ndjekur çdo hap të rrugës? Në fund, ajo tha vetëm: Ana, duke treguar veten. Ich bin Ana. Luani buzëqeshi lehtë dhe tha: Luan. Emrat e tyre ishin fillimi i diçkaje, një lidhje e vogël, e brisht, por reale. Ana vazhdoi të fliste në gjermanisht, duke përdorur gjeste dhe mimika për të shpjeguar. Ajo tregoi për foshnjën, emri i saj ishte Emma, vetëm 6 muajsh, tregoi se kishte udhëtuar nga Austria, duke kërkuar një jetë të re, por planet e saj kishin dështuar. Ajo kishte vënë viktime një grupi trafikantësh që i kishin premtuar punë dhe strehim në një vend tjetër, por i kishin braktisur në mes të rrugës, kur i kishin marrë të gjitha paratë e saj. Luan nuk kuptoi çdo fjalë, por kuptoi dhimbjen në zërin e saj. Ai e dinte se bota ishte plot me njerëz që shfrytëzonin dëshpërimin e të tjerëve, dhe zemra e tij u mbush me një mëri të thellë për atë që i kishte ndodhur kësaj gruaje të re. Këtu je e sigurt, tha Luan në shqip, duke shikuar në sy. Edhe nëse Ana nuk kuptoi fjalët, toni i zërit të tij ishte mjaft për ta qetësuar. Ajo ditë u kthye në natë, dhe Luani ofroi Anës domën e tij të vogël të fjetjes. Ai vetë do të flinte në divanin e dhomës së ndenjes. Ana në fillim protestoi, duke bërë gjeste se nuk mund të pranonte, por Luan nguli këmbë me një buzëqeshje të butë dhe një gest që nuk lejonte diskutim. Ti dhe Emma keni nevojë për pushim, tha ai. Unë jam mësuar të fle kudo. Ana pranoi me një mirënjohje të thellë që nuk mund ta shprehte me fjalë. Ajo hyri në dhomën e vogël, e vendosi Emën në krevat duke e rrethuar me jastëkë që të mos binte, dhe për herë të parë në muaj, ndjeu se mund të mbyllte syt pa frikë. Mëngjesi erdhi me një dritë të dobët që depërtonte nëpër perdet e vjetra. Shiu kishte pushuar, por qielli ishte ende i mbuluar me re. Luan u zgjua herët, si çdo ditë, por përpara se të shkonte në punë, donte të sigurohej që Ana dhe Emma ishin mirë. Ai përgatiti një mëngjes të thjeshtë, çaj, bukë, djath, pak mjalt. Kur Ana u zgjua dhe dori nga dhoma me Emën në krah, ajo e gjiti Luanin në kuzhinë, duke buzëqeshur dhe duke e ftuar të ulej. Mëngjes, tha ai, duke treguar tavolinën e vogël. Ana ul, ende e befasuar nga mirësjellja e këtij njeriu të huaj që e kishte pritur në shtëpinë e tij pa e njohur fare. Ajo e shikoi Luanin ndërsa ai i jepte Emës pak qumësh të ngrohtë që kishte përgatitur, dhe zemra e saj u mbush me një ndjenjë mirënjohje dhe habitje. Faleminderit, tha Ana në gjermanisht, duke e ditur se Luani nuk do ta kuptonte, por duke shpresuar se toni i zërit të saj do të ishte i mjaftueshëm. Luan tundi kokën dhe tha: "S'ka gjë", edhe pse nuk ishte e sigurt nëse ajo e kuptoi. Pas mëngjesit, Luan duhej të shkonte në punë. Ai shpjegoi Anës duke përdorur gjeste se do të largohej, por do të kthej pasdite. Ai la pak para mbi tavolinë. Jo shumë, por mjaft për të blerë diçka nëse kishte nevojë, dhe i dha çelsat e shtëpisë. Ana e shikoi me mosbesim. Si mund t'i besonte këtij burri aq shumë sa t'i linte shtëpinë e tij në duar? Por Luan veç buzëqeshi dhe tha: "Ti je e sigurt këtu. Kthehu kur të duash." Dhe me këtë, ai doli nga dera dhe u nis për në punë, duke e lënë Anën të vetme në shtëpinë e tij. Ana kaloi atë ditë në një gjendje mrekullimi dhe reflektimi. Ajo e pastroi shtëpinë e Luanit, duke dashur të tregonte mirënjohjen e saj. Ajo gatuaj pak nga ushqimet që gjeti në kuzhinë, duke përdorur aftësitë e saj të gatimit që kishte mësuar nga nëna e saj. Dhe ndërsa Emma flinte, ajo ul pranë dritares dhe shikoi jashtë në rrugët e qytetit të panjohur, duke menduar për jetën e saj dhe për mënyrën se si ishte kthyer. Kur Luan u kthye pasdite, ai mbeti i habitur nga aroma e ushqimit që vinte nga kuzhina. Ai hyri dhe e gjeti Anën duke buzëqeshur me turp, duke i treguar një pjatë të vogël që kishte përgatitur. "Për ty", tha ajo në gjermanisht, duke shpresuar se ai do ta kuptonte qëllimin. Luan buzëqeshi gjerësisht. Ai nuk ishte pritur diçka të tillë. Ai u ul dhe provoi ushqimin. Ishte i thjeshtë, por i shijshëm dhe i përgatitur me kujdes. "Shumë i mirë", tha Luan në shqip, duke bërë gjestin e gëzuar me gishtin e madh. Ana u qesh për herë të parë që kur kishte mbërritur atje,
Dhe për një moment, barrën e rëndë që kishte mbi shpatulla u ndje pak më e lehtë. Ditët filluan të kalonin, dhe me çdo ditë që kalonte, Luana dhe Ana filluan të ndërtonin një mënyrë komunikimi të veçantë. Ata nuk flisnin të njëjtën gjuhë, por mësuan të përdornin gjeste, mimika, vizatime dhe edhe fjalë të thjeshta që shpjegonin njëri tjetrit. Luan filluri të mësonte disa fjalë në gjermanisht: danke për faleminderit, gut për mirë, Wasser për ujë, dhe Ana filloi të kapte disa fjalë shqip: mirëmëngjes, ushqim, punë. Emma, foshnja e vogël, filloi të njihej me Luanin. Në fillim ajo ishte e friksuar nga prania e tij, por ngadalë ajo filloi të buzëqeshte kur e shihte. Luan kishte një mënyrë të butë me fëmijët. Ai kishte qenë vetë baba dhe i kujtohej mirë si të bënte një fëmijë të ndihej i sigurt. Ai i bleu Hemës disa lodra të thjeshta nga një dyqan i vogël dhe shprehja e gëzimit në fytyrën e vogël të foshnjës e bëri Luanin të ndihej më i plot se sa kishte qenë prej vitesh. Ana kalonte ditët duke kujdesur për shtëpinë, duke gatuar, duke luajtur me Emën. Ajo ndihej sikur kishte gjetur një strehim përkohshëm nga stuhia e jetës së saj. Por thellë në zemër, ajo dinte se nuk mund të qëndronte përgjithmonë. Ajo nuk donte të ishte një barë për Luanin, një njeri që tashmë kishte dhënë më shumë se sa ajo kishte merituar ndonjëherë. Një mbrëmje, pasi Luan u kthue nga puna, Ana ul për briti dhe mundohet të shpjegojë. Ajo mori një letër dhe një laps dhe filloi të vizatonte. Një femër, një foshnjë, një shtëpi me një shenjë pyetjeje mbi të. Pastaj vizatoi para dhe një shenjë X mbi to. Unë nuk kam para, tha Ana në gjermanisht, duke bërë gjeste që tregonin varfërinë. Nuk mund të qëndroj përgjithmonë, të jap probleme. Luan e shikoi për një moment, pastaj tundi kokën me forcë. Ngjo problem, tha i në shqip, pastaj në gjermanisht me mundim. Ka një problem. Ana e shikoi me sy plot lot. Si mund ky njeri të ishte kaq i mirë? Si mund ta priste në shtëpinë e tij, ta ushqente, ta mbante të sigurt, pa pritur asgjë në kthim? Por pse? Pyeti ajo në gjermanisht, duke e ditur se Luan nuk do ta kuptonte fjalën, por duke shpresuar se toni i zërit të saj do të ishte mjaft. Luan e kuptoi pyetjen në sytë e saj. Ai mendoi për një moment, pastaj tha diçka në shqip që Ana nuk e kuptoi plotësisht, por ndjeu thellësinë e tij. Sepse kjo është ajo që duhet të bëjë një njeri, të ndihmojë kur dikush ka nevojë. Ajo natë, Ana qau në heshtje në dhomën e saj, jo nga trishtimi, por nga një ndjenjë e thellë mirënjohjeje dhe çudis se si bota, në mes të gjithë errësirës së saj, mund të kishte ende dritë në forma të papritura. Javët filluan të kalonin, dhe Ana filloi të ndjehej më e sigurt në atë ambient. Ajo mësoi rrugët e qytetit të vogël, çfarë dyqanesh ishin më të lira, ku mund të gjente ushqime të freskëta për Emma. Luani dha pak para çdo javë, jo shumë sepse vetë nuk kishte shumë, por mjaftonin për të siguruar nevojat bazë. Ana e menaxhonte çdo cent me kujdes, duke ditur vlerën e çdo gjëje që Luan po bënte për të. Një ditë, Ana u përpoq të gjente një mënyrë për të kontribuar më shumë. Ajo kishte aftësi në qepje dhe rregullim rrobash dhe vendosi të ofronte shërbimet e saj në një dyqan të vogël në qendër të qytetit. Në fillim, pronari i dyqanit ishte skeptik. Ajo nuk fliste shqip, nuk kishte leje pune, por kur pa aftësitë e saj, ai pranoi të jepte punë të vogla, të paguara në dorë, pa kontratë formale. Kjo ishte një hap i vogël, por për Anën ishte gjithçka. Ajo nuk donte më të ishte vetëm një viktim që merr ndihmë, ajo donte të ndihmonte veten, të jepte diçka në kthim. Kur i tregoi Luanit për punën e re, ai buzëqeshi me krenari. Mirë, tha ai duke bërë gjestin e gëzuar me gishtin e madh. Shumë mirë. Por jeta nuk ishte pa sfidat e saj. Një ditë, ndërsa Ana po kthehej nga dyqani me Emën në krah, ajo u ndesh me dy burra të rinj që filluan ta ngacmonin. Ata flisnin në shqip, por toni i zërit të tyre ishte qartësisht agresiv. Ana nuk e kuptonte çfarë thoshin, por ndjeu frikën të kthehej përsëri. "Çfarë bën këtu e huaj?" tha njëri prej tyre me një buzëqeshje të keqe. "Ke humbur rrugën." Ana u përpoq të kaloj, por burrat i zunë rrugën. Njëri prej tyre arriti dorën për të prekur Emën dhe në atë moment Ana ndjeu një panik që e paralizoi. Por pastaj, një zë i thellë e shpreu tensionin.
Lëreni të qetë. Ishte Luani. Ai kishte u kthyer nga puna dhe kishte parë skenën nga larg. Ai u afrua me hapa të shpejt. Fytyra e tij zakonisht e butë tani e fortë dhe vendosur. Dy burrat e rinj e njohën Luanin. Ai ishte i njohur në lagje si një njeri i respektuar, i fortë dhe i drejtë. Ata u tërhoqën menjëherë, duke bërë shaka sikur gjithçka kishte qenë vetëm një lojë. Vetëm po shakanim, Luan, tha njëri, duke u larguar me hapin e shpejt. Luan nuk u përgjigj. Ai veç u kthye nga Ana, e cila dridhej ende, dhe i vuri dorën në supë me butësi. Je sigurt, tha ai. Askush nuk do të bëj keq. Unë jam këtu. Ana e shikoi dhe në atë moment diçka ndryshoi në zemrën e saj. Ajo e kuptoi se Luan nuk ishte vetëm një shpëtimtar i rastësishëm, ai ishte dikush që kujdesej me të vërtet për të dhe për Emën, dhe për herë të parë në jetën e saj, ajo ndjeu se kishte dikë që mund t'i mbështetej. Një mbrëmje, pas një dite pune të lotshme, Luan dhe Ana ulen së bashku në dhomën e ndenjes. Ema kishte fjetur herët dhe kishte një qetësi të rrallë në shtëpi. Jashtë, era e lehtë e diellit të vjeshtës po tërhiqte muret e vjetra të pallatit. Luan kishte ndezur një dritë të butë dhe ajri i shtëpisë kishte një ngrohtësi që të bënte të ndiheshe sikur ishe në vendin e duhur. Ana kishte sjell me vete një fjalor të vogël gjermanisht-anglisht që kishte gjetur në një dyqan përdorimi të dytë. Ajo kishte menduar se ndoshta, duke përdorur anglishten si urë, ata mund të komunikonin ndonjëherë më mirë. Luan nuk e fliste anglishten mirë, por dinte disa fjalë bazë nga puna me turist në vitet e tij të rinisë. Unë want të di, filloi Ana me mundim, duke kërkuar fjalët e duhura. Pse ti ndihmove mua? Luan e kuptoi pyetjen këtë herë. Ai u mbështet në karrige dhe shikoi në tavan për një moment, duke menduar se si ta shpjegonte në fjalë të thjeshta. Kur isha i vogël, filloi ai në shqip, duke folur ngadalë dhe qartë në mënyrë që Ana të mund të ndiqte tonin e zërit. Kur isha i vogël, familja ime ishte shumë e varfër. Jetonim në fshat të vogël. Një vit, kur isha 8 vjeç, kishte një dimër shumë të ftoftë. Baba nuk kishte punë, nëna ishte e sëmurë. Ne nuk kishim ushqim, nuk kishte dru për zjarr. Ai bëri një pauzë dhe vazhdoi. Një ditë, një plak nga fshati fqinj erdhi në shtëpinë tonë. Ai solli dru, solli miell, solli mjalt. Nuk na njihte mirë, por tha, kur kam ushqim, ju duhet të keni ushqim. Ajo natë, ne hëngrëm dhe qëndruam të ngroft. Pa atë plak, ne mund të kishim vdekur. Ana e dëgjonte me vëmendje të plot, sytë e saj të mbushur me lot. Ajo kuptoi çdo ndjenjë që Luan po përshkruante, sepse ajo vetë kishte qenë në atë vend, në skajen e Humnerës, të varur nga mirësia e një të huaji. Prandaj, vazhdoi Luan, duke e shikuar drejt për drejt. Kur shoh dikë që ka nevojë, nuk mund të kaloj, sepse dikush më shpëtoi mua. Tani është radha ime që të shpëtoj dikë tjetër. Ana nuk mund të mbante më lotët. Ajo u përul para dhe i zuri dorën e Luanit me të dyja duart e saj. Faleminderit, tha ajo në gjermanisht, pastaj e përsëriti në shqip, duke e mësuar fjalën që kishte dëgjuar Luanin duke e thënë shpesh. Faleminderit, faleminderit shumë. Luan ndjeu një lëvizje të thellë në zemrën e tij. Kjo grua e re, që kishte kaluar kaq shumë, që ishte përballur me tradhtin, me frikën, me vetmin, kishte ende forcën për të qenë mirënjohëse. Kjo e bëri atë të ndjej i nderuar që kishte qenë ai personi që kishte ndaluar për ta ndihmuar. Vjeshta u kthye në dimër dhe temperatura filloi të binte me shpejtësi. Qyteti i vogël u mbulua me një shtresë të hollë bore dhe era e ftohtë nga deti bënte çdo dalje jashtë të vështirë. Luan punonte më shumë për të fituar mjaft para që të mbulonte faturat e ngrohjes, që tani ishin më të larta. Ana po punonte në dyqanin e qepjes, por puna ishte e paqëndrueshme. Disa ditë kishte shumë porosi, ditë të tjera fare pak. Ema po rritej shpejt. Ajo tani ishte pothuajse 1 vjeçe dhe kishte filluar të bënte hapat e parë të pasigurt në shtëpinë e vogël. Çdo herë që ajo bënte diçka të re, një fjalë të parë, një hap të parë, Ana dhe Luan e festonin së bashku,
duke qeshur dhe duke duar trokitur me gëzim. Një mbrëmje, ndërsa Bora binte jashtë me një bukuri të heshtur, Luan bleu një pemë të vogël krishtlindjeje. Nuk ishte i krishter praktikues, por e dinte se për anën, që vinte nga Austria, krishtlindjet ishin një festë e rëndësishme. Ai donte që Emma të kishte një kujtim të bukur të festës së saj të parë. Kur Ana e pa pemën, ajo filloi të qante. Nuk ishin lot trishtimi, por lot gëzimi dhe mirënjohjeje. Ajo nuk kishte pritur ta festonte krishtlindjen atë vit, kishte menduar se do dishte e vetme, e trishtuar, e humbur. Por këtu, në këtë shtëpi të vogël, me këtë njeri të thjesht që kishte një zemër aq të madhe, ajo ndjen sikur kishte gjetur një lloj familjeje. Ata dekoruan pemën së bashku, duke përdorur disa zbukurime të thjeshta që Luan kishte bler nga një dyqan i lirë. Emma u lodh duke luajtur me dritzat e vogla që shkëlqenin dhe përfundimisht e zuri gjumi në krahët e Anës. Kjo është krishtlindja më e bukur që kam pasur ndonjëherë, tha Ana në gjermanisht. Pastaj e përsëriti në anglisht të thyer, duke ditur se Luan mund të kuptonte pak. This is best Christmas. Luan buzëqeshin e tha, për mua gjithashtu. Ato ditë të dimrit qenë të vështira, por ishin gjithashtu ditët kur lidhja mes tyre u forcua më shumë. Ata mësuan të mbështeteshin të njëri tjetri, jo vetëm për nevojat fizike, ushqim, strehim, ngrohtësi, por edhe për nevojat emocionale. Ana i rrëfente Luanit për jetën e saj në Austri, për prindrit që e kishin mohuar kur kishte mbetur shtatzën, për burrin që e kishte braktisur kur Emma kishte lindur. Luan dëgjonte me durim dhe butësi, edhe nëse nuk kuptonte çdo fjalë, ai kuptonte dhimbjen. Dhe Luan gjithashtu i rrëfente Anës për jetën e tij, për gruan e dashur që kishte humbur për shkak të kancerit, për fëmijët që kishin emigruar dhe që ai i shihte vetëm her pas here në videothirrje. Ai i tregoi për vetmin që kishte ndjerë për vite, për ndjenjën se jeta e tij kishte humbur kuptimin e saj. Por tani, tha Luan një ditë, duke e shikuar Anën dhe Emën duke luajtur në dysheme, ndihem përsëri i plot. Ana e kuptoi atë ndjenjë. Ajo gjithashtu ndihej përsëri e plot, sikur pjesët e saj që ishin shpërbër ishin duke u bashkuar përsëri. Dimri u zgjat, por më në fund pranvera arriti me një dritë të butë dhe të ngrohtë. Bora u shkriri, lulet filluan të çelen në kopshtet e vogla të qytetit, dhe ajri u mbush me një aromë të re, të freskët. Emma tani po ecte me siguri, duke eksploruar çdo cet të shtëpisë me kuriozitetin e një fëmije të vogël. Ana kishte filluar të fliste shqip më mirë. Ajo kishte mësuar fraza të thjeshta për të komunikuar në jetën e përditshme. Dhe Luani kishte mësuar më shumë gjermanisht dhe anglisht. Ata kishin krijuar një gjuhë hibride, një përzierje e 3 gjuhëve që vetëm ata dy e kuptonin plotësisht. Një ditë, Ana mori një vendim të rëndësishëm. Ajo donte të fillonte të mësonte një profesion që do t'i lejonte të ishte e pavarur financiarisht. Ajo kishte aftësi në qepje, por donte të shkonte më tej, të mësonte dizajn rrobash, të krijonte diçka të saj. Kishte një shkollë të vogël profesionale në qytet që ofronte kurse dhe Ana aplikoi me ndihmën e Luanit. Luani e ndihmoi me dokumentat, me përkthimin e letrave, me plotësimin e formularëve. Ishte një proces i gjatë dhe frustrues. Ana nuk kishte leje qëndrimi zyrtare, dhe shumë institucione ishin të ngurtë në ligjin e tyre. Por Luani nuk u dorëzua. Ai foli me njerëz që njihte, kërkoi ndihmën nga miq, dhe më në fund gjeti një mënyrë që Ana të regjistrohej si studente e huaj në kurse profesionale. Një status që i jepte së paku një lloj legitimiteti të përkohshëm. Kur Ana mori pranimin, ajo nuk mund ta besonte. Ajo e përqafoi Luanin me kaq fort sa ai u befasua, por pastaj u qesh dhe e ktheu përqafimin. Ti bëre këtë, tha Ana me anglisht të thyer. Ti jep mua mundësi për jetë të re. Luani tundi kokën dhe tha, jo, ti e bëre këtë. Unë vetëm të ndihmova pak, por ata të dy e dinin se pa njëri tjetrin, asgjë prej kësaj nuk do të kishte qenë e mundur. Kurset filluan në maj, dhe Ana u zhyt me përkushtim. Ajo mësonte dizajn,
teknika qepjeje të avancuara, si të menaxhonte një biznes të vogël. Ishte e vështirë, mësimi ishte në shqip dhe edhe pse Ana kishte përmirësuar gjuhën, ka ende koncepte që I ishin të vështira për të kuptuar, por ajo nuk u dorëzua. Luani e ndihmonte sa herë që mundej. Në mbrëmje, pas punës, ai ulej me Anën dhe I ndihmonte të përkthente terma teknik, të kuptonte koncepte të vështira. Ata bëheshin një ekip I vërtet, duke punuar së bashku drejt një qëllimi të përbashkët. Por jo gjithçka ishte e lehtë. Kishte ditë kur Ana ndiheje mbi ngarkuar, kur ndjente se nuk do të arrinte dot. Kishte ditë kur Ema sëmurej dhe Ana duhet të humbiste mësim për të kujdesur për të. Kishte ditë kur Luani kthehej nga puna aq I lodhur sa mezi mundej të fliste. Një mbrëmje, pas një dite veçanërisht të vështirë, Ana u shemb. Ajo ul në divanin e dhomës së ndenjës dhe filloi të qante me të madhe. Nuk mund, tha ajo duke përsëritur në shqip, gjermanisht dhe anglisht. Është shumë. It's too much. Ich kann nicht mehr. Luani ul përbri dhe e la të qante për një moment, pa folur. Ai e dinte se ndonjëherë njerëzit kanë nevojë vetëm të lëshojnë emocionet e grumbulluara. Pas disa minutash, ai më në fund tha: E di se është e vështirë, por shiko sa ke ardhur. Para një viti, ti ishe në mes të rrugës, në shi, pa asgjë. Tani je këtu, ti po mëson, ti ke një rrugë përpara. Ema po rritet e shëndetshme dhe e lumtur. Ti je fort, Ana, më e fort se sa mendon. Ana e ngreti kokën dhe e shikoi Luanin. Në sytë e tij, ajo pa një besim të plot në të. Ajo e kuptoi se Luani e besonte më shumë se sa ajo besonte veten. Faleminderit, tha ajo me zë të dobët. Për gjithçka. S'ka gjë, tha Luani. Ne jemi familje tani. Familjet mbështesin njëra tjetrën. Ato fjalë, ne jemi familje, I prekën Anën thellë në zemër. Ajo nuk ishte pasur familje prej kohësh. Prindrit e saj e kishin mohuar, ish bashkëshorti e kishte braktisur, por këtu, në këtë shtëpi të vogël me këtë njeri që e kishte gjetur rastësisht në rrugë, ajo kishte gjetur diçka më të vlefshme se çdo gjë tjetër, një ndjenjë përkatësie. Vera erdhi me nxehtësi dhe dritë, dhe me të erdhi gjithashtu një ndjenjë re shprese. Ana kishte përfunduar kurset me nota të larta dhe tani po planifikonte të hapte një studio të vogël qepjeje dhe dizajni. Luani e ndihmoi të gjente një vend të lirë, një dhomë e vogël në një pallat të vjetër, jo shumë larg shtëpisë tyre. Shtëpi son. Kjo ishte mënyra se si të dy kishin filluar ta referonin atë vend. Nuk ishte më shtëpia e Luanit, ku Ana qëndronte përkohësisht. Ishte shtëpia e tyre, vendi ku ata jetonin si familje. Ema tani ishte pothuajse 2 vjeçe, një fëmijë plot jetë dhe kurreshtje. Ajo e thirrte Luanin Deda, një fjalë që kishte mësuar nga një fëmijë tjetër në park. Luani e donte këtë. Ai kishte qenë gjysh për fëmijët e fëmijëve të tij që jetonin larg, por nuk I shihte shpesh. Tani me Emën, ai ndjente përsëri gëzimin e të qenit një figurë e rëndësishme në jetën e një fëmije. Studioni I Anës u hap në korrik. Ishte I vogël dhe modest, por I saj. Ajo filloi duke bërë rregullime të thjeshta rrobash, por shpejt njerëzit filluan të kërkonin dizajne të veçanta. Puna e saj ishte e saktë, krijuese dhe e kujdesshme, dhe fjala u përhap. Luani ishte I krenoshme për tej fjalëve. Ai e shikonte Anën duke punuar, duke marrë komanda, duke krijuar diçka nga asgjëja, dhe zemra e tij ishte plot krenari. Kjo ishte gruaja që ai kishte gjetur në shi, e dëshpëruar dhe e humbur. Dhe tani ajo ishte këtu, e fortë, e pavarur, duke ndërtuar një jetë të re. Një mbrëmje, pas një dite të suksesshme në studio, Ana u kthye në shtëpi me një buzëqeshje të gjerë. Ajo kishte marrë pagesën e parë të konsiderueshme për një porosi të madhe, një fustan dasme që kishte dizenjuar dhe qepur vetë. Shiko, tha ajo duke I treguar Luanit zarfin me para. Këtë e bëra unë, vetë. Luani buzëqeshi dhe e përqafoi. E dija që do ta bëje, tha ai. Ajo natë, ata festuan me një darkë të thjeshtë në shtëpi. Ana kishte gatuar një pjatë tradicionale austriake që kishte mësuar nga nëna e saj, dhe Luani kishte sjell një shishe verë të lirë. Ata ulën Emën, e cila po luante me lodrat e saj, dhe ngritën gotë.
Për jetën e re, tha Luani. Për familjen, tha Ana. Dhe në atë moment, të dy ndjeshim se kishin gjetur diçka që kishin menduar se kishin humbur përgjithmonë. Një ndjenjë shtëpie, një ndjenjë përkatësie, një ndjenjë dashurie. Por jeta, si gjithmonë, sjell ndryshime të papritura. Ishte fundi i gushtit kur Ana mori një telefonat. Ishte nga një avokat në Austri, një avokat që përfaqësonte prindrit e saj. Ata kishin dëgjuar, nëpërmjet një kushëriri të largët, se Ana ishte gjallë dhe jetonte diku në Shqipëri. Dhe tani, pas vitesh heshtje, ata donin të rihapnin kontaktin. Ana e dëgjoi avokatin me një përzierje ndjenjash, zemërim, trishtim, kuriozitet. Prindrit e saj e kishin mohuar kur kishte më shumë nevojë për ta. Ata e dëbuan nga shtëpia kur ajo u bë shtatzën, duke i quajtur një turp për familjen. Tani, pas vitesh, ata donin të flisnin. "Çfarë duan?" pyeti Ana në telefon. "Ata duan të takohen me ju dhe me mbesën e tyre," tha avokati. "Ata janë penduar, ata duan të rivendosin lidhjen." Ana u ndodhe shokuar, ajo nuk e dinte si të ndjehej. Një pjesë e saj donte t'i refuzonte, t'i tregonte atyre se sa keq e kishin lënduar. Por një pjesë tjetër, pjesa që kishte dikur vajza e tyre, që mbante ende kujtime të fëmijërisë së lumtura, donte të dëgjonte se çfarë kishin për të thënë. Ajo i tha Luanit për telefonatën atë mbrëmje. Ai dëgjoi me kujdes, pa gjykuar. "Çfarë do të bësh?" pyeti ai. "Nuk e di," tha Ana. "Ata më lënduan kaq shumë, por ata janë prindrit e mi dhe Ema është mbesa e tyre. A duhet të heq dorë nga një shans për ribashkim?" Luan mendoi për një moment dhe pastaj tha: "Vetëm ti mund të vendosësh këtë, por çfarëdo që të zgjedhësh, unë do të jem këtu për ty." Ana e shikoi me mirënjohje. Ajo e dinte se Luan do të ishte atje, pavarësisht se çfarë vendoste. Pas disa ditësh mendimi të thellë, Ana vendosi të pranonte një takim. Jo në Austri, ajo nuk ishte gati të kthehej atje akoma, por në një vend neutral, ndoshta në një qytet në Itali, ku të gjithë mund të udhtonin. Takimi u organizua për fillim të shtatorit. Ana do të shkonte me Emën dhe Luan insistoi të shkonte me to. Jo si një ndërhyrës, por si një mbështetje, një prezencë e sigurt nëse Ana do të kishte nevojë. Ditët para takimit ishin plot ankth. Ana nuk flinte mirë, duke u shqetësuar se si do të shkonte, çfarë do të thoshin prindrit e saj, si do të reagonin kur e shihnin Emën. Luani qëndronte afër, duke e qetësuar sa herë që ankthi e pushtonte. "Do të jetë mirë," i thoshte. "Ti je i fortë dhe mos harro, ti nuk je më ajo vajzë e re që ata dëbuan. Ti je një grua e fortë, e pavarur, një nënë e mrekullueshme. Ata duhet të jenë krenar për atë që ke bërë." Fjalët e tij e ndihmuan Anën të gjente guximin që i duhej. Shtatori erdhi dhe me të erdhi udhtimi drejt Italisë. Luan, Ana dhe Ema morën një autobus që udhtonte nëpër Shqipëri deri në kufi dhe pastaj një tjetër që i çoi në një qytet të vogël bregdetar italian, ku takimi ishte organizuar. Gjatë udhtimit, Ana ishte e heshtur, e zhytur në mendimet e saj. Ema, e pavetëdijshme për rëndësinë e momentit, luante me lodrën e saj të preferuar. Luan ulej në ulesen pran Anës, i gatshëm të fliste nëse ajo donte, por gjithashtu i gatshëm të heshte nëse ajo kishte nevojë. Kur arritën në hotelin e vogël ku do të qëndronin, Ana ndjeu një val paniku. "Çfarë nëse është një gabim?" pyeti ajo. "Çfarë nëse ata thjesht duan të më gjykojnë përsëri?" Luan e mori dorën e saj dhe e shikoi në sy. "Atëherë ne do të largohemi, por të paktën do ta dish, dhe nëse ka një shans, edhe të vogël, që Ema të ketë gjyshër në jetën e saj, a nuk ja vlen t'i japësh një mundësi?" Ana tundi kokën. Ai kishte të drejtë. Takimi ishte planifikuar për pasditën e ardhshme, në një kafe në sheshin kryesor të qytetit. Kur erdhi momenti, Ana vishej me kujdes, duke zgjedhur një fustan të thjesht, por elegant që kishte dizenjuar dhe qepur vet. Ajo donte të dukej e fortë, e sigurt, e suksesshme. Ajo donte që prindrit e saj ta shihnin se ajo kishte mbijetuar, kishte mbirritur në një situatë që ata e kishin lënë të përballonte vetëm. Kur hyri në kafe, zemra e saj po rrahte aq fort sa kishte frikë se do ta dëgjonin të gjithë.
dhe pastaj i pa nënën e saj dhe babain, ulur në një tavolinë në cep duke pritur. Ata ishin plakur. Nëna e saj, që dikur kishte qenë një grua e hishme dhe elegante, tani duke je lodhur, me rrudha të thella në fytyrë. Babai i saj, dikur i fortë dhe i papërkullur, tani ulej me supet ulur, si dikush që mbante peshën e pendimit. Kur e pan Anën, të dy u ngritën me shpejtësi. Nëna e saj filloi të qante me njëherë. Ana, tha ajo me zë të thyer. Vajza ime. Ana ndjeu një val emocioni që e pushtoi. Pjesa e saj që ishte ende vajza e tyre, donte të vraponte dhe t'i përqafonte, por pjesa që kishte qenë e lënduar kaq thellë e mbajti në vend. Përshëndetje, tha ajo me një zë të qetë dhe të kontrolluar. Ata ulën përsëri, dhe për disa momente askush nuk foli. Ishte Emën që prishi heshtjen. Ajo po kërkonte vëmendjen e Anës, duke tingëlluar dhe u munduar të zbriste nga karrocën e saj. Kjo është Ema, tha Ana duke e marrë foshnjën në krah. Vajza juaj, mbesa juaj. Nëna e Anës filloi të qante më fort. Ajo është e bukur, tha ajo. Aq e bukur. Babai i Anës nuk tha asgjë, por sytë e tij ishin të mbushur me lot. Takimi vazhdoi për më shumë se 2 orë. Prindrit e Anës i kërkuan falje, përsëri dhe përsëri. Ata shpjeguan se kishin vepruar nga frika, nga krenaria, nga brengat për atë që do të thoshin njerëzit. Por me kalimin e viteve, ata kishin kuptuar se kishin bërë gabimin më të madh të jetës së tyre. Ata kishin humbur vitet e para të vajzës së tyre, dhe tani po u lypnin një shans të dytë. Ana i dëgjoi, por nuk u bint menjëherë. Ju më braktisët kur kisha më shumë nevojë për ju, tha ajo me një zë që dridhej nga zemërimi dhe dhimbja. Ju më dëbuat nga shtëpia ime. Unë isha e re, e friksuar, shtatzën dhe e vetme, dhe ju më kthyet shpinën. E dim, tha nëna e saj, duke ulur kokën. Dhe nuk ka asnjë justifikim për atë që bëm. Por të lutem, mos i ndyshko Emën për gabimet tona. Ajo meriton të njohë gjyshërit e saj. Kjo fraze goditi Anën. Ajo e shikoi Emën që po luante me një kasht në gotën e saj, e pa vetëdijshme për tensionin e rënd në tavolinë. Ajo e dinte se nëna e saj kishte të drejtë. Ema meritonte një familje sa më të madhe të mundshme. Nuk mund të premtoj asgjë tani, tha Ana më në fund, por mund të fillojmë ngadalë. Le të shohim se si shkon. Prindërit e saj e pranuan me një leftësim të dukshëm. Ishte një fillim, jo një pajtim i plot, por ishte diçka. Kur takimi mbaroi dhe Ana u kthyme në hotel, ajo gjeti Luanin duke pritur në lobi. Ai u ngrit me shpejtësi kur e pa. Si shkoi? Pyeti ai. Ana u ul pranë tij dhe filloi të qante, jo nga trishtimi, por nga një lirimi i madh emocional. Ishte e vështirë, tha ajo, por mendoj se ishte e drejtë. Luani e përqafoi fort, duke e lënë të qante sa të kishte nevojë. Udhëtimi i kthimit ishte më i qetë se ai i shkuarjes. Ana mbjente një peshë të lehtësuar nga shpatullat e saj. Ajo nuk ishte e sigurt se çfarë do të sillte ardhmja me prindrit e saj, por të paktën dera ishte e hapur. Ekzistonte një mundësi për shërim, për falje, për një të ardhme ku Ema do të kishte më shumë njerëz që e donin. Kur arritën përsëri në Shqipëri, në qytetin e tyre të vogël që tani ndje si shtëpi, Ana ndjeu një ndjenjë qetësie. Ky vend, që dikur kishte qenë i huaj dhe i frikshëm, tani ishte vendi ku ajo kishte gjetur forcën e saj, ku kishte ndërtuar një jetë të re. Studioi i saj po shkonte mirë. Ajo kishte fituar një reputacion për punën e saj të mirë dhe porosit po vinin rregullisht. Ajo kishte filluar të kursente para me një ëndër të vogël në zemër, të blinte një shtëpi të saj, një vend ku ajo dhe Ema mund të jetonin të pavarura. Por kur ja përmendi këtë Luanit, ai u habitur. Pse të largohesh? Pyeti ai. Kjo është shtëpia jote. Këtu është vendi yt. Ana e shikoi me një ndjenjë dashurie të thellë. Luan, tha ajo, ti më ke dhënë kaq shumë, ti më shpëtove jetën, por nuk mund të jem një barr për ty përgjithmonë.
Ti meriton të kesh shtëpinë tënde, të kesh lirinë tënde. Luani tundi kokën me forcë. Ti nuk je një barë, tha ai. Ti je familja ime. Ema është mbesa ime. Kjo shtëpi është e juaja aq sa është e imja. Mos fol më kështu. Ana ndjeu lot duke i mbushur syt. Si mund të ekzistonte një njeri aq i mirë, aq bujar, aq pa kushte në dashurinë e tij? Por çfarë nëse një ditë ti dëshiron të martohesh përsëri? Pyeti ajo. Çfarë nëse ti dëshiron një jetë të re? Luani buzëqeshi me butësi. Jetën time të re e kam tashmër, tha ai. E gjeta atë ditën kur të gjeta ty dhe Emën në shi. Këtu jam i lumtur. Ato fjalë që të suan shqetësimet e Anës, dhe ajo vendosi të mos nxirrte më temën e largimit. Ata do të vazhdonin të jetonin së bashku, si një familje e zgjedhur, ndërtuar jo nga gjaku, por nga mirësia dhe dashuria e papritur. Një vit tjetër kaloi dhe jeta vazhdoi të përmirësohej. Ema tani ishte 3 vjeçe, një vajzë gjallë dhe e zgjuar që fliste përzierjen më të çuditshme të shqipes, gjermanishtes dhe disa fjalë anglishte që kishte mësuar nga Luan. Ajo shkonte në një çerdhe të vogël pranë shtëpisë, ku luante me fëmijë të tjerë dhe mësonte gjëra të reja çdo ditë. Studioni i Anës ishte bërë një biznes i vërtet. Ajo kishte marrë edhe 2 punëtore të reja për të ndihmuar me porosit. Ajo ishte bërë e njohur në qytet për cilësinë e punës së saj dhe madje kishte filluar të merrte porosi nga qytete të tjera. Luan vazhdonte të punonte si ndërtues, por tani me më pak orë. Ai kishte arritur moshën kur trupi fillonte të protestonte kundër punës së rëndë fizike dhe ai kishte vendosur të zvogëlonte ritmin. Ai kalonte më shumë kohë në shtëpi, duke luajtur me Emën, duke ndihmuar Anën me punë të ndryshme, duke shijuar një ritëm jete më të qetë. Një ditë, Ana mori një thirrje nga një kompani e madhe mode në Tiranë. Ata kishin dëgjuar për punën e saj dhe donin të takonin me të për një mundësi bashkëpunimi. Ishte një mundësi e madhe. Nëse shkonte mirë, mund të hapte dyet për një karrierë akoma më të suksesshme. Ana ishte emocionuar, por gjithashtu e shqetësuar. Nëse pranonte, do duhej të udhëtonte shpesh në Tiranë, ndoshta madje të konsideronte lëvizjen atje. Por çfarë për Luanin? Çfarë për jetën që kishin ndërtuar këtu? Ajo e diskutoi me Luanin atë mbrëmje. Kjo është një mundësi e madhe, i tha ajo, por nuk dua të lë. Luan buzëqeshi. Ana, ti nuk po më lë, tha ai. Ti po ndjek ëndrrën tënde dhe kjo është ajo që duhet të bësh. Nëse duhet të shkosh në Tiranë, atëherë shko. Ema dhe unë do të jemi mirë dhe ti gjithmonë mund të kthehesh. Por unë nuk dua të jem larg, tha Ana, duke qartë tani. Ti je familja ime, këtu është shtëpia ime. Luani e përqafoi. Dhe do të vazhdoj të jetë, tha ai. Por ndonjëherë për të ndërtuar një të ardhme më të mirë, duhet të marrim hapa të guximshëm. Ti e ke bërë këtë një herë kur erdhe këtu, mund ta bësh përsëri. Ana e dinte se ai kishte të drejtë. Ajo shkoi në takimin në Tiranë dhe shkoi shumë mirë. Kompania i ofroi një kontratë bashkëpunimi, ku ajo do të dizenjonte një linjë veshje për ta, duke punuar kryesisht nga distanca, por duke udhëtuar her pas here për takime. Ishte një zgjidhje e përsosur. Ana mund të vazhdonte jetën e saj në qytetin e vogël, në shtëpinë e saj me Luanin dhe Emën, por gjithashtu të ndiqte ambicien e saj profesionale. Ishte një ditë vere e nxehtë të vitit 2019, 4 vite pasi Ana kishte mbërritur për herë të parë në atë qytet të vogël. Ajo po punonte në studion e saj, kur telefoni i saj ra. Ishte një numër i panjohur, por ajo u përgjigj. Zonja Ana, pyeti një zë mashkull në gjermanisht. Po, kush flet? Tha Ana. Unë jam Herr Müller, avokat nga Vjena. Ju telefonoj në lidhje me një çështje ligjore që ka të bëjë me ju dhe me familjen tuaj. Ana ndjeu një shqetësim të papritur. Çfarë çështje? Pyeti ajo. Avokati shpjegoi se prindrit e saj kishin vendosur të ndryshonin testamentin e tyre. Ata donin t'i linin Anës dhe Emës një pjesë të konsiderueshme të pasurisë së tyre, por më e rëndësishmja, ata donin ta takoheshin me Anën për të diskutuar diçka të rëndësishme. Ana pranoi të takohej përsëri. Këtë herë takimi ishte në Austri. Ishte koha që Ana të kthehej në vendin që dikur kishte qenë shtëpia e saj. Udhëtimi drejt Vjenës ishte emocional. Ana nuk ishte qenë atje prej më shumë se 5 vitesh. Kur arritën dhe ajo pa rrugët e njohura, ndërtësat që i kujtonte nga fëmijëria, ndjeu një ndjenjë komplekse, nostalgji, trishtim, por gjithashtu një forcë të re. Ajo nuk ishte më vajza e humbur që kishte ikur nga ky vend.
Ajo ishte një grua e fortë, e pavarur, një nën, një sipërmarrëse e suksesshme. Takimi me prindrit ishte ndryshe nga i pari, ata ishin më të relaksuar, më të çelur. Ata e kishin parë Anën disa herë gjatë atyre viteve, në takime të shkurtra, dhe lidhja e tyre kishte filluar të shërohej ngadalë. Ata I treguan Anës se kishin vendosur të blinin një shtëpi të vogël në Austri për të dhe Emën, në rast se ajo vendoste të kthehej, por Ana shputhi fort. Faleminderit, tha ajo, por shtëpia ime është në Shqipëri tani, me Luanin. Prindrit e saj dukeshin të befasuar. Kush është Luani? Pyeti nëna e saj. Ana u buzëqeshi dhe filloi të tregonte historinë e tyre, se si Luani e kishte gjetur në mes të shiut, se si e kishte pritur në shtëpinë e tij, se si e kishte ndihmuar të ndërtonte një jetë të re. Ajo tregoi për gjithçka që Luan kishte bërë, për mirësinë e tij të pakufizuar, për dashurinë që kishte treguar ndaj saj dhe Emës, pa pritur asgjë në kthim. Kur mbaroi, prindrit e saj ishin në heshtje. Nëna e saj kishte lot në sy. Ky njeri, tha ajo, tingëllon si një angel. Ai është, tha Ana me thjeshtësi. Babai I saj, I cili rrallë fliste për emocione, tha, do të dëshironim të takojmë. Ai shpëtoi vajzën tonë. Ne jemi borxhli për gjithmonë. Ana u buzëqeshi. Unë mendoj se ai do të donte të takonte ju. Pas takimit në Austri, Ana u kthye në Shqipëri dhe ja tregoi Luanit gjithçka. Ajo I tha për dëshirën e prindërve të saj për ta takuar, për mirënjohjen që ata ndjente ndaj tij. Luani ishte I befasuar dhe pak I shqetësuar. Unë? Ta takoj prindrit e tu? Tha ai. Por, unë jam thjesht një ndërtuas I thjesht. Ata janë njerëz të pasur nga Austria. Ana e shikoi me dashuri. Ti nuk je thjesht gjë, tha ajo. Ti je njeriu më I mirë që kam takuar ndonjëherë, dhe prindrit e mi e dinë këtë. Takimi u planifikua për vjesht. Prindrit e Anës do të vinin në Shqipëri, ishte e drejtë që ata të vinin në vendin ku vajza e tyre kishte ndërtuar jetën e saj të re. Luani ishte nervoz ditët para arritjes së tyre. Ai e pastroi shtëpinë deri në pikën e paqëndrueshmërisë, duke dashur që gjithçka të dukej e përsosur. Ana u qesh dhe I tha se prindrit e saj nuk kishin ardhur për të inspektuar shtëpinë, por për ta takuar atë. Kur dita erdhi dhe prindrit e Anës arritën, Luan u vu kravat, diçka që nuk kishte bërë prej vitesh. Ai priti në derë me një nervozitet të dukshëm. Kur dera u hap dhe Luan pa prindrit e Anës, një çift elegant në të 60-tat e tyre, me fytyrë të ngrohtë, ai nuk e dinte çfarë të thoshte. Por nëna e Anës nuk priti. Ajo e përqafoi Luanin me forcë, duke qarë në superin e tij. Faleminderit, tha ajo në gjermanisht. Pastaj e përsëriti në anglisht të thyer. Thank you for saving our daughter. Luan u prek thellësisht. Ai nuk ishte mësuar me falënderime kaq intens. Ai thjesht kishte bërë atë që ndjente se ishte e drejtë. S'ka gjë, tha ai me thjeshtësi. Babai I Anës e shtrëngoi dorën e Luanit me forcë, pa fjalë, por me një shprehje në sy që fliste më shumë se sa mund të thoshin fjalët. Ata kaluan fundjavës në bashku, prindrit e Anës, Ana, Ema dhe Luani. Ata vizituan studion e Anës, ecën nëpër qytetin e vogël, ulën së bashku dhe hëngrën darkat e përgatitura me dashuri. Ishte një fundjavë që forcoi lidhjet, që shëroi plagë të vjetra, që krijoi ura të reja. Në mbrëmjen e fundit, para se të largoheshin, babai I Anës u ul me Luanin në balkonin e vogël të apartamentit. Ata pi një gotë raki që Luani kishte në dollap, dhe për një kohë të gjatë, ata thjesht ulën në heshtje, duke shikuar dritrat e qytetit. Më në fund, babai I Anës foli. E di që nuk mund ta shlyej kurrë borxhin që kam ndaj teje, tha ai në anglisht thyer. Ti bëre për vajzën time atë që unë nuk arrita ta bëj. Ti dhe një shtëpi kur unë ja mora, ti dhe dashuri kur unë e gjykova. Luani e shikoi dhe pa lot në sytë e burrit të moshuar. Çdo njeri meriton një shans të dytë, tha Luani. Ti ja dhe Anës atë shans kur pranove ta takosh përsëri. Kjo kërkon guxim. Babai I Anës tundi kokën. Po ti kërkon më shumë se guxim, kërkon një zemër të madhe, dhe ti e ke atë.
Ata mbetën atje, dy burra nga bota krejtësisht të ndryshme, të bashkuar nga dashuria e tyre për të njëjtën grua dhe vajzën e vogël që po flinte brenda. Jeta vazhdoi, me rritjen e saj të qetë dhe të sigurt. Emma u rrit dhe filloi shkollën fillore. Ajo ishte një vajzë e zgjuar, plot jetë, që fliste rrjedhshëm 3 gjuhë dhe kishte një kuriozitet të pakënaqur për botën. Ajo e donte deda Luan me gjithë zemër, dhe ai e donte atë si mbesën që nuk ishte pasur kurrë. Lidhja e Anës me prindrit e saj u forcua gjithnjë e më shumë. Ata vinin të vizitonin 2 herë në vit dhe Ana shkonte në Austri me Emën 1 herë në vit. Ishte një ekuilibër i bukur, një shërim që kishte marrë kohë, por që ishte vërtet i vërtet. Por në mesin e gjithë kësaj lumturie, kishte diçka që Ana ndjente thellë në zemër, një shqetësim se Luani po plakej. Ai tani ishte në të 50-tat e tij të vonshme, dhe edhe pse ishte ende i fortë, ajo e shihte se trupi i tij po ngadalsohej, se ecja e tij po bëhej më e kujdesshme, se flokët e tij ishin bërë plotësisht të bardhë. Një ditë, ndërsa ulën së bashku në balkon, Ana i tha Luanit diçka që kishte menduar për kohë të gjatë. "Luan," tha ajo, "ti ke bërë kaq shumë për mua, ti më ke dhënë një jetë të re. Por çfarë për ty? Çfarë për lumturinë tënde?" Luani e shikoi me befasi. "Çfarë do të thuash?" pyeti ai. Çfarë nëse ti don të martohesh përsëri? Të gjesh një grua që mund të të bëjë të lumtur?" tha Ana. Luani buzëqeshi me butësi. "Ana, unë jam i lumtur," tha ai. "Kam ty dhe Emën. Kam një shtëpi të mbushur me qeshje dhe dashuri. Çfarë më shumë mund të doja?" "Por nuk është e njëjta gjë," tha Ana. "Ti meriton dikë që..." Luani e ndërpreu duke vënë dorën e tij në dorën e saj. "Ana, dëgjoj me kujdes," tha ai. "Pas vdekjes së gruas sime, mendova se jeta ime kishte mbaruar. Mendoja se nuk do të kisha kurrë më një qëllim, një arsye për të vazhduar. Por pastaj ty të gjeta, dhe ti më dhe diçka që mendoja se kisha humbur përgjithmonë. Një ndjenjë familjeje, një ndjenjë qëllimi. Nuk kam nevojë për asgjë tjetër." Ana filloi të qante, dhe Luani e përqafoi. "Ti je bia ime," tha ai, "jo nga gjaku, por nga zgjedhja ime, dhe Emma është mbesa ime. Kjo është familja ime, dhe unë nuk do të ndroja me asgjë në botë." Ishte vjeshta e vitit 2023, 8 vite pas atij takimi të parë në shi. Jeta kishte marrë një ritëm të qetë dhe të qëndrueshëm, por pastaj, diçka ndodhi që ndryshoi gjithçka. Luani filloi të ndjente dhimbje në gjoks. Në fillim, ai nuk e mori seriozisht, mendoi se ishte vetëm lodhje ose ndoshta diçka që kishte ngrënë. Por dhimbja vazhdoi dhe u bë më e fortë. Ana e detyroi të shkonte tek mjeku. Pas një sër analizash, doktori erdhi me lajme që i tronditën të gjithë. Luani kishte një problem serioz me zemrën. Ai kishte nevojë për një operacion urgjent dhe edhe atëherë shanset nuk ishin të garantuara. Ana ishte e shkatruar. Njeriu që e kishte shpëtuar, njeriu që kishte qenë shkëmbi i saj. Tani ishte ai që kishte nevojë për shpëtim. "Ne do ta bëjmë operacionin," tha ajo me vendosmëri. "Çdo gjë që duhet." Por operacioni ishte i shtrenjtë dhe edhe pse Ana kishte kursimet e saj, nuk ishin mjaft. Ajo telefonoi prindrit e saj dhe ata menjëherë ofruan të paguanin gjithçka. "Ky njeri na ktheu vajzën tonë," tha babai i saj. "Ne do të bëjmë çdo gjë për ta shpëtuar." Operacioni u krye në një spital në Tiranë. Ishin orë të gjata të papërpallueshme pritjeje. Ana ulej në korridor me Emën, duke u lutur, duke shpresuar, duke friksuar se çfarë do të ndodhte nëse humbte Luanin. Emma, tani 8 vjeçe dhe mjaft e moshuar për të kuptuar seriozitetin e situatës, mbante dorën e nënës së saj dhe tha: "Deda Luan do të jetë mirë, ai është i fortë." Ana shpresonte me gjithë zemër që vajza e saj të kishte të drejtë. Pas 4 orëve, kirurgu doli. Ai duke i lodhur, por kishte një buzëqeshje të vogël në fytyrë. "Operacioni shkoi mirë," tha ai. "Ai do të ketë nevojë për kohë për të rikuperuar, por prognoza është e mirë." Ana e ndjeu se gjunjët e saj po dobësoheshin nga lehtësimi. Ajo ra në karrigen më të afërt dhe filloi të qante, lot gëzimi, lehtësimi, mirënjohjeje.
Muajt që pasuan ishin të vështirë. Luani ishte i dobët, kishte nevojë për kujdes konstant. Ana e mori një pushim nga puna për të kujdesur për të. Ema ndihmonte sa mundej, duke i sjell ujë, duke i lexuar tregime, duke e bërë të qeshte. Prindrit e Anës erdhën për ta vizituar Luanin. Ata sollën lule, fruta dhe më e rëndësishmja, fjalë mirënjohjeje dhe dashurie. Duhet të shërohet, i tha nëna e Anës Luanit ndërsa rrinte pranë krevatit të tij. Vajza jon ka nevojë për ty, Ema ka nevojë për ty, të gjithë kemi nevojë për ty. Luani buzëqeshi dobët. Do të bëj më të mirën time, tha ai. Dhe ai e bëri, me kujdesin e Anës, me dashurinë e Emës, me mbështetjen e prindërve të Anës, Luani filloi të rikuperohej. Ngadalë, por patjetër, ai rifitoi forcën e tij. Pas 3 muajsh, ai ishte në gjendje të ecte përsëri pa ndihmë. Pas 6 muajsh, ai ishte pothuajse kthyer në veten e tij. Gjatë kësaj periudhe, diçka e bukur ndodhi. Lidhja mes tyre të gjithëve u bë edhe më e fortë. Ata e kuptonin se jeta ishte e brisht, se çdo moment bashk ishte një dhuratë. Ata nuk e merrnin më asgjë për të mirë qenë. Ishte pranvera e vitit 2024 kur Luani u shërua plotësisht. Për të festuar, Ana organizoi një darkë të madhe. Ajo ftoi prindrit e saj, disa miq të afërt, kolegë nga puna dhe madje disa prej punëtorëve që kishin punuar me Luanin në ndërtim në vitet e kaluara. Ishte një mbrëmje e bukur, e mbushur me qeshje, tregime dhe dashuri. Ema, tani 9 vjeçe, mori mikrofonin e improvizuar, një lugë druri, dhe bëri një fjalim. Dua të them diçka për deda Luan, tha ajo me zërin e saj të qartë dhe të sigurt. Ai është njeriu më i mirë në botë. Ai ka kujdesur për mua dhe për mami që kur isha shumë e vogël, dhe unë e dua aq shumë. Të gjithë në dhomë filluan të duar trokasin, dhe Luanën nuk mund të mbante lot. Ai e përqafoi Emën fort, duke e falenderuar për fjalët e saj. Ana pastaj u ngrit dhe tha: "Dua të them edhe mund diçka. 8 vite më parë isha në vendin më të errët të jetës sime. Kisha humbur gjithçka, shtëpinë, familjen, shpresën. Por pastaj Luani ndaloi. Ai nuk më njihte, nuk kishte asnjë arsye për të më ndihmuar, por ai e bëri, sepse ai ka një zemër të madhe, dhe ai nuk më ndihmoi vetëm atë natë. Ai vazhdoi të ndihmoj çdo ditë. Ai më mësoi se çfarë do të thotë të jesh vërtet i mirë, vërtet bujar, vërtet human. Dhe për këtë, nuk do të mund ta falenderoj kurrë mjaft. Ajo u drejtua nga Luani, me sy plot lot. Faleminderit Luan, për gjithçka. Dhoma shpërtheu në duartropitje dhe ulërim. Luani u ngrit, pak i ngushtuar nga vëmendja, por me një buzëqeshje të gjerë në fytyrë. Unë nuk e di çfarë të them, tha ai. Thjesht bëra atë që mendova se ishte e drejtë, dhe në procesin e kësaj, gjeta një familje të re. Gjeta një arsye për të jetuar. Prandaj në fakt, jam unë ai që duhet ju falenderoj. Ishte vera e atij viti kur Ana mori një telefonat që ndryshoi gjithçka. Ishte nga një shtëpi mode e madhe ndërkombëtare. Ata kishin parë punën e saj dhe donin ta ofronin një kontratë për të dizenjuar një koleksion të plot për ta. Ishte mundësia e jetës së saj, dhe Ana e pranoi. Muajt që pasuan ishin të çmendur. Ana punoi më shumë se kurrë më parë, duke krijuar, duke dizenjuar, duke qepur prototipe. Luani dhe Ema e mbështetën në çdo hap të rrugës. Kur koleksioni u prezantua në një shfaqje mode në Milano, Ana fluturoi atje me Luanin dhe Emën. Ishte hera e parë që Luani kishte fluturuar ndonjëherë, dhe ai ishte i nervozuar dhe emocionuar në të njëjtën kohë. Kur shfaqja filloi dhe modelet filluan të ecnin në pistë duke veshur dizenjet e Anës, ajo mbylli sytë për një moment dhe kujtoi udhëtimin e saj. Nga ajo grua e dëshpëruar në ri, tek kjo grua e suksesshme dhe krenareshme duke parë ëndrat e saj të realizohen. Në fund të shfaqjes, dizenjerët zakonisht dalin për të përshëndetur. Ana u ngrit dhe eci në pistë, duke duar trokitur. Publiku i përgjigj me një ovacion të nxehtë. Por Ana nuk ishte vetëm. Ajo ktheu kokën dhe i bëri shenjë Luanit dhe Emës të dilnin. Në fillim, Luani tundi kokën, ai nuk donte vëmendjen, por Ana insistoi.
Kur Luan dhe Ema dolën në pistë dhe qëndruan për bri Anës, publiku filloi të pyeste se kush ishin ata. Ana mori mikrofonin. Dua t'ju prezantoj me 2 njerëzit më të rëndësishëm në jetën time, tha ajo. Kjo është vajza ime, Ema, dhe ky është Luan, njeriu që më shpëtoi jetën. Ajo pastaj tregoi në pak minuta historinë e tyre. Tregoi se si Luani e kishte gjetur, se si e kishte pritur, se si e kishte ndihmuar të rinisi jetën. Publiku dëgjoi në heshtje dhe në fund doli një duartrokitje e fuqishme. Luani qëndroi atje, i mbuluar me vëmendje që nuk kishte pritur kurrë dhe ndjeu një ndjenjë të thellë mirënjohjeje. Jo për vëmendjen, por për faktin se kjo grua që kishte ndihmuar, kjo vajzë e vogël që kishte arritur, tani po ndriconin. Pas suksesit në Milano, jeta u bë ende më e zënë. Ana mori kontrata të reja, ftesa për shfaqje të tjera, oferta për bashkëpunime. Por në mesin e gjithë kësaj, ajo nuk harroi kurrë ku kishte filluar. Çdo vit, në përvjetorin e ditës kur Luani e kishte gjetur, ata festonin. Nuk ishte një festë e madhe, thjesht darkë familjare, ku ata kujtonin ku kishin qenë dhe ku ishin tani. Ema, tani po rritej në një vajzë adoleshente, shpesh pyeste për historinë e nënës së saj, dhe Ana ja tregonte çdo herë, duke mos hequr asnjë detaj. Dua që ti të dish, i thoshte Ana asaj, se jeta mund të godas fort, mund të më tuaj të gjitha shpresat, por gjithmonë ka njerëz të mirë në botë, njerëz si Deda Luani, dhe nëse ti je fort, nëse nuk dorëzohesh, mund të gjesh rrugën tënde. Ema e kuptoi. Ajo e shihte çdo ditë në sytë e nënës së saj dhe në buzëqeshjen e Luanit, forcën e dashurisë, fuqinë e mirësisë. Vitet vazhduan të kalonin. Ema u rrit dhe shkoi në universitet për të studiuar arkitekturë. Ajo kishte një pasion për ndërtimin dhe krijimin, diçka që besoi e kishte trashëguar nga Luan. Ana vazhdoi të ishte suksesshme, por gjithmonë gjente kohë për familjen e saj. Luan, tani në të 60-tat e tij, ishte ngadalësuar por ende plot jetë. Ai kalonte ditët duke luajtur shah në një park afër shtëpisë, duke biseduar me miq të vjetër, duke pritur Emën dhe Anën të ktheheshin nga puna dhe shkolla. Prindrit e Anës tani ishin bërë pjesë e rregullt të jetës së tyre. Ata erdhën çdo verë për të kaluar një muaj me ta, dhe marrëdhënia mes tyre dhe Luanit kishte bërë një miqësi të thellë. E di që fillimisht e humbëm Anën për shkak të krenarsisë son, tha ajo, por ti na e ktheve, jo vetëm vajzën ton, por edhe një familje më të mirë, më të fortë. Për këtë do të jemi përgjithmonë mirënjohës. Luani tundi kokën me modesti. Familjet gabojnë, tha ai, por ajo që ka rëndësi është se ato shërohen dhe rriten. Ema vendosi të shkonte për një program shkëmbimi në Austri. Ishte një mundësi e mrekullueshme për të, një shans për të studiuar në një nga universitetet më të mira të Evropës. Por kjo do të thoshte se ajo do të ishte larg për 6 muaj. Për Luanin kjo ishte e vështirë. Ai dhe Ema kishin pasur një lidhje të veçantë që kur ajo ishte fëmijë. Tani, pa të në shtëpi, ajo do të ndjente bosh. Në natën përpara se Ema të largohej, Luani u ul me të dhe i dha një dhuratë, një kulet të vogël të bërë nga lëkura që ai kishte punuar vetë. Brenda, tha ai, kam vënë një foto të vjetër, nga dita kur erdhe për herë të parë në shtëpinë time. Ishe kaq e vogël, kaq e lehtë, dhe tani shiko ku je. Ema e hapi dhe pa foton, ajo vetë si foshnja në krahët e Anës, me Luanin duke buzëqeshur në sfond. Faleminderit, Deda, tha Ema duke e përqafuar fort. Do të më mungosh aq shumë. Dhe ti mua, tha Luani, por shko dhe jepu botën, të gjithë kemi besim te ti. Ema u largua dhe shtëpia ndjehej më e qetë, më bosh, por Luan dhe Ana e dinin se kjo ishte pjesë e jetës. Fëmijët duhet të rriten dhe të ndjekin rrugët e tyre. Gati 15 vite pas atij takimi të parë në shi, kur Ana vendosi të organizonte diçka të veçantë. Ajo donte të shënonte përvjetorin në një mënyrë që Luan të mos e harronte kurrë. Ajo organizoi një festë surprizë. Ftoi të gjithë, prindrit e saj, miqt, kolegët, punëtorët e vjetër të Luanit, fqinjët,
madje edhe disa nga klientët e saj më besnik. Kur Luani arriti, duke menduar se ishte thjesht një darkë e vogël familjare, ai mbeti I shtangur kur pa sallonin e mbushur me njerëz. "Çfarë është kjo?" pyeti ai me befasi. Ema buzëqeshi dhe e mori dorën. "Kjo është një fest për ty," tha ajo, "për të festuar 15 vite që kur ti më shpëtove, 15 vite që kur ti më dhe një shans të dytë, 15 vite që kur ti më tregove se çfarë do të thotë të jesh vërtet human." Luan nuk e dinte çfarë të thoshte. Ai shikoi rreth dhomës dhe pa fytyra që e njihte, njerëz që e respektonin dhe e donin. Festa ishte e mrekullueshme, kishte ushqim, muzikë, tregime, qeshje. Njerëz ngritën gota për Luanin, duke treguar histori për mënyrën se si ai kishte ndihmuar në momente të vështira. Ai e kishte harruar shumë prej këtyre akteve të vogla mirësie, por të tjerët nuk kishin. Ema telefonoi nga Austria për të uruar, dhe fytyra e saj u shfaq në një ekran të madh. Ajo bëri një fjalim të emocionuar, duke falenderuar Deda Luan për gjithçka që kishte bërë për të dhe për nënën e saj. Në fund të mbrëmjes, Ana u ngrit për një fjalim të fundit. "Luan," tha ajo, "ti nuk e di se sa shumë ke ndikuar jo vetëm në jetën time, por edhe në jetët e shumë njerëzve të tjerë këtu sonte. Ti je një dëshmi e asaj që mund të bëj një veprim I vogël mirësie. Ti më shpëtove mua, dhe për shkak të kësaj, Ema u lind në një mjedis dashurie dhe sigurie. Për shkak të kësaj, unë arrita të ndërtoj një jetë të re, dhe tani Ema po ndërton jetën e saj. Gjithçka sepse ti ndalove atë ditë në shi." Ajo bëri një pauzë, duke fshirë lot. "Prandaj dua të them, përpara gjithë këtyre njerëzve, se ti nuk je thjesht njeriu që më ndihmoi. Ti je babai që nuk pata kurrë. Ti je mbrojtja që më mungonte. Ti je drita që më udhëhoqi nga errësira." Dhoma shpërtheu në duar trokitje, dhe Luan, për herë të parë në jetën e tij, ndjeu se ishte vërtet I vlerësuar për atë që kishte bërë. Disa ditë pas festës, Ana dhe Luan vendosën të ecnin së bashku nëpër qytet. Ishte një ditë e bukur pranvere, me diell të ngrohtë dhe erë të lehtë. Ata shkuan drejt stacionit të vjetër të autobuseve, vendit ku gjithçka kishte filluar. Stacioni ishte ende atje, edhe pse tani ishte më I neglizhuar. Ndërtesa ishte e rënuar, bankat ishin të prishura dhe askush nuk e përdorte më. Ana dhe Luan qëndruan atje, duke shikuar vendin ku kishin takuar për herë të parë. "Kujtohesh?" pyeti Ana. "Si mund ta harroj?" tha Luan. "Ti ishe e lagur, e dridhur, e friksuar, dhe Ema po qante." Ema buzëqeshi. "Dhe ti ishe ëngjëlli që erdhi nga askund." Ata qëndruan atje për një kohë të gjatë, duke kujtuar, duke reflektuar. Atëherë Ana tha: "Çfarë mendon nëse ai ditë ti do kishe kaluar pa ndaluar?" Luan mendoi për një moment. "Nuk I di," tha ai, "por jam I lumtur që nuk e bëra." Ana e përqafoi fort. "Unë gjithashtu." Vitet vazhduan të kalojnë dhe jeta vazhdoi rrjedhjen e saj të qetë. Ema u diplomua dhe u kthye në Shqipëri për të punuar si arkitekte. Ajo dizenjoi disa prej ndërtesave më të bukura në qytet, duke kombinuar modernitetin me traditat. Ana vazhdoi të ishte një dizenjere e suksesshme, por tani gjithashtu mësonte vajza të reja në studion e saj, duke u dhënë atyre mundësinë që ajo kishte marrë një herë. Luani, tani në të 70-tat e tij, ishte më I ngadalt, por ende I pranishëm. Ai kalonte kohë me miqtë e tij, me Anën dhe Emën, dhe shpesh me mbesat dhe nipat e tjerë të familjes që kishin lindur me kalimin e viteve. Një ditë, një gazetar lokal kërkoi të bënte një intervistë me Luanin dhe Anën për historinë e tyre. Ishte një histori që shumë njerëz në qytet e dinin, por që kurrë nuk ishte treguar zyrtarisht. Gjatë intervistës, gazetari pyeti Luanin: "Çfarë do të thoje njerëzve që po ndjekin këtë histori?" Luani mendoi për një moment, pastaj tha: "Do të thoja se kurrë të mos kalonin pranë dikujt që ka nevojë për ndihmë, sepse ajo ndihmë e vogël që ti jep mund të jetë shpëtimi I dikujt, dhe në të njëjtën kohë ajo mund të jetë edhe shpëtimi yt, sepse kur ndihmon dikë tjetër, ti vetë bëhesh më I plot." Gazetari pastaj pyeti Anën: "Dhe ju, çfarë mesazh do t'u jepje?" Ana buzëqeshi dhe tha: "Do të thoja se mos kurrë të humbasin shpresën, edhe kur gjithçka duket e errët, edhe kur mendon se nuk ka rrugdalje, ka gjithmonë një dritë në fund të tunelit.
Dhe ndonjëherë, ajo dritë vjen në formën e një njeriu të mirë që ndal për të ndihmuar. 20 vite pas atij takimi të parë, kur Luani u sëmur sërish. Kësaj here ishte më serioz. Trupi i tij i vjetër kishte luftuar mjaft dhe doktorët i thanë Anës se koha e tij po shkurtohej. Ana ishte e shkatëruar. Ajo nuk mund ta imagjinonte jetën pa Luanin. Luani u transferua në shtëpi, ku dëshironte të kalonte ditët e fundit të tij të rrethuar nga njerëzit që donte. Ana dhe Emma nuk e lan asnjë moment. Prindërit e Anës erdhën për ta vizituar dhe ata kaluan orë duke folur, duke kujtuar, duke qeshur dhe duke qarë. Një mbrëmje, ndërsa Luani ishte i shtrirë në krevat dhe Ana arrinte pranë tij duke mbajtur dorën e tij, Luani tha: "Ana, dua të dish se unë nuk kam asnjë pendes. Jeta ime, për shkak të teje dhe Emës, ishte e plot. Isha i lumtur." Ana filloi të qante. "Ti më dhe gjithçka," tha ajo. "Si mund ta falenderoj për të gjitha ato?" Luani pusqeshi dobët. "Ti tashme e ke bërë," tha ai. "Çdo ditë, me pusqeshjen tënde, me punën tënde, me mënyrën se si rrite Emën. Ti e bëre jetën time të vlefshme." Disa ditë më vonë, Luani pushoi së qeni në paqe, i rrethuar nga familja që kishte zgjedhur dhe që e kishte zgjedhur atë. Funerali Luanit ishte i mbushur me njerëz. Qindra veta erdhën për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Ishin miq, fëqinj, koleg, njerëz që Luani kishte ndihmuar në mënyra të vogla dhe të mëdha gjatë jetës së tij. Ana dhe Emma qëndruan krah për krah, duke mbajtur dorën njëra tjetrës, duke ndarë dhimbjen dhe kujtimin. Gjatë ceremonisë, Ana dha një fjalim. "Luan Kadriu ishte një njeri i thjesht," filloi ajo. "Ai nuk kishte pasuri, nuk kishte tituj fancy, nuk ishte i famshëm, por ai kishte diçka që shumë njerëz nuk e kanë, një zemër të madhe dhe të pastër. Ai ndaloi për mua kur të tjerët kalonin, ai më dha një shtëpi kur nuk kisha asgjë. Ai më trajtoi si familje, kur familja ime më kishte braktisur. Dhe për shkak të tij, unë sot jam këtu, e fortë, e lumtur, me një vajzë të mrekullueshme. Luan ndryshoi jetën time, dhe nëpërmjet meje, ai preku jetën e shumë të tjerëve." Ajo bëri një pauzë, duke shikuar arkivolin. "Për herë do t'jetoj në zemrat tona, dhe mesazhi i tij se një veprim i vogël mirësie mund të ndryshojë botën, do të vazhdoj të jetoj përgjithmonë." Pas funeralit, Ana dhe Emma vendosën të krijojnë një fondacion në nder të Luanit. Një fondacion që do të ndihmonte njerëz të huaj dhe të pastreh në Shqipëri, duke u dhënë atyre mundësinë që Luani kishte dhënë Anës. Çdo vit, në përvjetorin e ditës kur Ana dhe Luan u takuan për herë të parë, fondacioni organizon një ngjarje ku ndihmon familje në nevojë. Dhe çdo vit, Ana shkon në atë stacion të vjetër autobusësh dhe vendos lule, duke kujtuar burrin që e shpëtoi dhe që e donte si bija e vet. Emma, tani një grua e rritur, ka mësuar mësimin e Luanit dhe e transmeton tek fëmijët e saj. Historia e gjyshit që nuk ishte gjyshi i gjakut, por ishte gjyshi i zemrës, transmetohet nga brezi në brez. Dhe kështu, edhe pse Luan nuk është më fizikisht këtu, fryma e tij jeton. Çdo person që ndihmohet nga fondacioni, çdo fëmijë që dëgjon historinë e tij, çdo person që inspirohet të bëjë një veprim të mirë, të gjithë janë pjesë e trashëgimisë së tij. Sepse në fund të fundit, ajo është fuqia e vërtetë e mirësisë. Ajo nuk vdes me atë që e bën. Ajo përhapet, rritet dhe jeton përgjithmonë në zemrat e atyre që preken nga ajo. Dhe kështu, historia e Luanit dhe Anës, historia e një ribashkimi që ndryshoi jetë, vazhdoi të jetë një dritë shprese për të gjithë ata që mendojnë se bota është bërë shumë e errët për mirësinë. Sepse derisa ekzistojnë njerëz si Luani që ndalojnë në mes të shiut për të ndihmuar një të huaj,
do të ketë gjithmonë shpresë. Dhe derisa ekzistojnë njerëz si Ana që transformojnë dhimbjen në forcë dhe mirënjohje në veprim, do të ketë gjithmonë dritë. Një veprim i vogël mirësie mund të ndryshojë jo vetëm një jetë, por edhe gjenerata të tëra. Fati na bashkon me njerëzit e duhur në momentin e duhur, dhe dashuria, e vërtet, e pakushtëzuar dhe e përzgjedhur, është forca më e fuqishme në botë. Mos harroni, komentoni mendimin tuaj më poshtë. A besoni në fat dhe ribashkime? A keni përjetuar ndonjëherë një veprim mirësie që ndryshoi jetën tuaj? Ndani historinë tuaj dhe mbështetni këtë video.